më shumë detaje për këtë pjesën e ngritjes së Kapashkuarat e Amerikës, më konkretisht a mundeni më na tregoni? Marrëveshja adreson gjithashtu çështjen e kapaciteteve ajrore, për ndërtimit të flotës helikopterëve, që është një kapacitet që është planifikuar të ngritet në Forcën e Sigurisë Kosovës. Gjithashtu për këtë çështje kemi pasur takime të rëndësishme gjatë vizitës që kemi pasur së bashku me komandantin e FSK-s në Washington. Kemi qenë direkt në fabrikën për prodhimin e helikopterëve Black Hawk, ku kemi diskutuar edhe çështjet e detajuara rreth këtyre helikopterëve dhe mundësive procedurale për blerjen e tyre. Ne kemi mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për blerjen të këtyre helikopterëve, siç kemi edhe mbështetjen për blerjen e shumë sistemeve tjera që do t'i kemi në Forcën e Sigurisë së Kosovës në kuadër të fazës së tretë të tranzicionit, që parasheh për ndërtimin e këtyre kapaciteteve dhe që nënkupton periudhën prej tani deri në vitin 2028. Gjithashtu edhe për Javelin, ne jemi duke ekzekutuar tashmë pagesat për sistemin kundër tank Javelin. Do të kemi në kohë në Forcën e Sigurisë së Kosovës bazuar në planet për furnizim me to. Ne jemi duke bërë përpjekje që një sasi ta kemi qysh këtë vit, edhe pse kam theksuar edhe në intervista të ndryshme, ushtria e Kosovës nuk është që ka mungesë të kapaciteteve kundër tank, sepse kemi blerë edhe më herët dhe kemi blerë sisteme të ngjajshme me Javelin dhe që janë po ashtu moderne dhe efikase. Por kjo marrëveshje parasheh edhe ndërtimin e shumë kapaciteteve tjera. Thash, do të jetë fokus gjithashtu që nga SBA do të mbështesemi për ndërtimin e kapaciteteve të mbrojtjes ajrore, që janë shumë të rëndësishme për aspektin e mbrojtjes së territorit. Rreth çështjes së deklaratës së sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, besoj që nuk është hera e parë që NATO dhe KFOR-i bëjnë të ditur që janë neutral karshi ndryshimeve kushtetuese të vitit 2018 në raport me mandatin e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Pra KFOR një Forcën e Sigurisë së Kosovës sipas mandatit, pra sipas ligjeve që kanë qenë para vitit 2018, në dhjetor të vitit 2018 Kuvendi i Kosovës ka votuar për ndryshimin e këtyre ligjeve, duke i dhënë mandat ushtarak Forcës së Sigurisë së Kosovës. Dhe ky mandat është pranuar pothuajse nga të gjitha vendet e NATO-s në aspektin bilateral, pra ne po ndërtojmë sot kapacitetet ushtarake të Forcës së Sigurisë së Kosovës, pikërisht duke ju referuar raporteve bilaterale që kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Britaninë e Madhe, me Turqinë, me Gjermaninë, me Italinë, por edhe me vendet të tjera të NATO-s që njohin ndryshimet po mendoj ligjore që i kanë dhënë mandat ushtarak Forcës së Sigurisë së Kosovës. Pra ky është një deklarim që vazhdon të jetë i tillë dhe dihet që mandati i kaluar i Forcës së Sigurisë së Kosovës ka qenë një forcë e armatosur lehtë me qëllim të realizimit të operacioneve të mbrojtjes civile, kurse prej vitit 2018 janë 3 detyra kyçe për cilat autorizohet Forca e Sigurisë së Kosovës, është mbrojtja e territorit, është mbështetja ushtarake për autoritetet civile që ndërlidhet me misionin e kaluar dhe është pjesëmarrja në operacione paqërujtëse apo të mbështetjes së paqes. Ne kjo nuk na ka penguar që të zhvillojmë kapacitetet ushtarake të vendit tonë. Ne do të vazhdojmë që të diskutojmë me partnerët tonë në NATO që edhe NATO si institucion në të ardhmen e afërt të njohë mandatin e ri të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Çka është për të theksuar këtu është fakti që në kuadër të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Forcës së Sigurisë së Kosovës, NATO ka një mision të veçantë që kryen përmes një ekipi që quhet ekipi ndërlidhës dhe këshillues i NATO-s dhe që po mbështet në gjitha fusha tjera përpos kësaj pjesës së mbrojtjes së territorit, ndërtimin e kapaciteteve të Forcës së Sigurisë së Kosovës, si dhe planifikimin e Ministrisë së Mbrojtjes për të lehtësuar rrugën e Republikës së Kosovës drejt antarësimit në NATO. Kurse sa i përket çështjes së trupave amerikane në Kosovë, ne po vazhdojmë të kemi konfirmim që ushtria amerikane do të jetë prezent në kuadër të KFOR-it. Përveç prezencës ushtarake amerikane në kuadër të KFOR-it, ne jemi të interesuar dhe po vazhdojmë që të diskutojmë pikërisht me SBA-t për prezencë ushtarake amerikane dhe jashtë mandatit të KFOR-it, pra në aspektin bilateral,
duke qenë pjesë e aktiviteteve të përbashkëta me forcën e sigurisë së Kosovës në Republikën e Kosovës. Pra në dy drejtime jemi duke diskutuar prezencën ushtarake amerikane. Një që ndërlidhet me vendimorën e vetë tyre për të vazhduar tjetë pjesë e KFOR-it, dhe e dyta përmes bashkëpunimit që kemi në aspektin bilateral, duke edhe në mundësi vetës, por edhe SHBA-ove që të kemi prezencë në Republikën e Kosovës si në aspektin e trajnimeve, por edhe ashtu shfrytëzimit të hapësirave tona për qëllime të përbashkëta strategjike. Dhe dihet që tashmë kemi dëshmuar që ne jemi shtet i aftë, një qeveri i aftë, kemi institucionet e afta për të pritur edhe ushtrime të mëdha ndërkombëtare, siç ishin ushtrimet Defender Europe, dhe këtë vit gjithashtu, përveç që do të jemi vend pres prap, përveç që do të marrim pjesë me trupat tona në kuadër të këtij ushtrimi, ne do të kemi në Kosovë një komandë të lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që do të drejtojnë nga këtu gjitha trajnimet që do të ndodhin në regionin e Ballkanit Perëndimor. Kurse pyetja për fabrikën e municionit, ne po vazhdojmë që të vlerësojmë pozicionimin e kësaj fabrike. Normalisht që për ne është shumë e rëndësishme që të ndërtohet në një vend të sigurt, jashtë rrezës së veprimit të rrezikut që mund të vijë për këtë fabrikë, dhe më mundshmi është që do të ndërtohet në pjesën perëndimore të vendit tonë. Sa i përket respektimit të zotimit të vitit 2013, sepse është shpesh është keq interpretuar edhe një letër që kam dërguar pikërisht për komandantën e KFOR-it, asnjëherë nuk kam bërë rizotim dhe Ministri i Mbrojtjes nuk bën rizotim të një letre e cila është bërë si zotim nga një kryeministër për sekretarin e përgjithshëm të NATO-s. Ne kemi vazhduar që të theksojmë gjithmonë që do të respektojmë zotimin e vitit 2013, pavarësisht që ne nuk pajtohemi asesi me kufizimet që ka për veprim Forca e Sigurisë së Kosovës në veri të vendit, pa koordinim paraprak me KFOR-in, mirë po do të vazhdojmë të respektojmë këtë zotim, duke koordinuar gjithmonë paraprakisht me KFOR-in para se të dërgojmë trupa eventualisht në pjesën veriore, pra më saktësisht në 4 komunat veriore të vendit tonë. Normalisht që ne në vazhdimsi ofrojmë kapacitetet tona që t'jenë në mbështetje të KFOR-it dhe të gjitha institucioneve të sigurisë aty ku shihet e nevojshme që t'i kemi, edhe vazhdojmë të diskutojmë që Forca e Sigurisë së Kosovës të jetë pjesë e përpjekjeve të KFOR-it për paqe dhe stabilitet në Republikën e Kosovës. Ne nuk kemi kërkuar në këto takime që lejohet në kuptimin pa miratim paraprak të zhvendosur FSK-ja në veri të vendit, mirë po kemi diskutuar që ne e kemi në dispozicion Forcën e Sigurisë së Kosovës kudo që ka nevojë KFOR-i për rritje të aspektit të stabilitetit të sigurisë. Ne do të bëjmë në vazhdimsi përpjekje që të parafrojmë Republikën e Kosovës me NATO-n. Ministria e Mbrojtjes dhe Forca e Sigurisë së Kosovës po zhvillohet dhe po ndërtohet sipas standardeve të NATO-s. Gjitha planifikimet ne i bëjmë sipas standardeve të NATO-s, por edhe gjithë shkollimi, edukimi dhe pajisjet që Forca e Sigurisë së Kosovës ka në dispozicion janë të standardeve të NATO-s, pra në aspektin e zhvillimit të kapaciteteve mbrojtëse, ne i kemi zhvilluar dhe jemi në hap për të qenë sot pjesë e NATO-s, mirë po normalisht për pranimin e Kosovës në NATO kërkohet një dakordancë politike të gjitha vendeve të NATO-s dhe jam i bindur që në mandatin e ardhshëm të qeverisë Kurti ne do të bëjmë përpjekje për parafrim të vendit tonë në NATO, duke bindur edhe këto vendet mosnjohëse që të mos hezitojnë për pranimin e Republikës së Kosovës në NATO. Përndryshe ne po vazhdojmë që të kontribuojmë bashkë me NATO në shumë misione, duke përfshirë edhe mbështetjen e Ukrainës. Në shtator të vitit të kaluar, në mbledhje të qeverisë është miratuar koncepti i mbrojtjes gjithëpërfshirëse, një koncept që adreson çështjen e angazhimit të qytetarëve si pjesë e sistemit tonë mbrojtës. Pra përmes këtij koncepti ne do të kemi mundësi që çdo qytetari t'i japim mundësinë që të trajnohet, përgatitet dhe pajisjet për të qenë i gatshëm për të mbështetur ushtrinë e Kosovës, jo vetëm në operacione luftarake, por edhe në operacione të mbështetjes së autoriteteve civile, më saktësisht për menaxhimin e katastrofave natyrore,
por jo vetëm qytetarë, do të kenë mundësi edhe institucionet e tjera dhe do të bëjmë përpjekje që gjitha institucionet të kenë rol në sistemin tonë mbrojtës. Pra, në këtë fazë, përmes konceptit mbrojtjes gjithëpërfshirëse, nuk adresohet çështja e shërbimit të obligueshëm, mirë po i jepet mundësia gjithë qytetarëve që të jenë pjesë e sistemit tonë mbrojtës, pra po bëjmë një mbrojtje gjithë qytetare që në një farë forme është një sistem edhe më i avancuar se vetë shërbimi i obligueshëm ushtarak.